ndërkohë do të ndalemi tek një lajm që në fakt duket sikur se ka vënë në lëvizje edhe zhvillimet e politikës nga mbrëmja e djeshme, një lëvizje e papritur, pra ka ardhur pikërisht nga radhët e mazhorancës. Deputetja e zgjedhur në qarkun e Korçës, Mariana Koçeku, njoftoi largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Në një reagim publik në rrjetet sociale, Koçeku bëri të ditur se do të vazhdojë mandatin si deputete e pavarur, duke theksuar se vendimi i saj lidhet me bindjen dhe vlerat personale përpara se t'i futej politikës. Deputetja nuk dha shpjegime të detajuara mbi arsyeën e largimit nga grupi parlamentar socialist, ndërsa deri tani nuk ka pasur në fakt asnjë reagim zyrtar nga Partia Socialiste, por sipas burimeve në Partinë Socialiste do të zhvillohet një mbledhje e kryesisë ditën e sotme, ndjekur pikërisht edhe nga mbledhja e grupit parlamentar që pritet të nisë në orën 10. Vendimi vjen në një periudhë të ngarkuar politikisht, kur qeveria po përballet me protesta të përditshme kundër projekteve turistike në zonën e Zvërnecit e po ashtu Sazanin, por po ashtu edhe me kërkesa për më të gjëra pikërisht për transparencë, llogaridhënie dhe luftë kundër korrupsionit dhe dorëheqje të kryeministrit Edi Rama. Mariana Koçeku, e zgjedhur deputete nga listat e mbyllura të Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës, do të vijojë aktivitetin e saj parlamentar si deputete e pavarur në Kuvendin e Shqipërisë.